Vendemi sërish tek zhvillimet politike në Kosovë, por jo vetëm patjetër edhe tek ato ndërkombëtare. Kam kënaqësi që të bashkëbisedoj me ambasador Agim Nezhun. Ambasador Nezhun, përshëndes, faleminderit. Kënaqësia ime, Ilir, faleminderit ju. Gjithashtu, besoj edhe ju me interes e keni parë zhvillimet në Kosovë, apo jo, ditën e djeshme kemi pasur një takim midis Kurtit edhe Abdigjikut, për fat të keq nuk kemi një marrëveshje. Paraprakisht doja ndoshta një analizë shkurtër, çfarë tregon ambasador Nezho një sjellje e tillë për politikën në Kosovë? Në fakt ne duhet ta vlerësojmë mapin e parë, dy nga partitë kryesore janë ulur në bisedime për të kaluar atë impas i cili për një kohë gjatë po e mban zvarr jetën politike në Kosovë. Nga ana tjetër e vështirëson pozitën ndërkombëtare të Kosovës si një shtet sovran me besueshmëri, një aktor i cili është i aftë që të marrë pjesë në lojën e madhe gjeopolitike e europiane. Pra, fillimi negociatave midis LDK-s edhe Kurtit, kryeministrit Kurtit, duhet ta shikojmë si një hap pozitiv. Nga ana tjetër, duhet të themi që lojtari kryesor në të gjithë në këto ngjarje që po zhvillohen në Kosovë, sigurisht mbetet vetëvendosja dhe kryeministri Kurti, i cili ka fituar në mënyrë të vazhdueshme për 3 herë gjatë një periudhe të shkurtër kohe, besimin e plotë nga një votim pothuajse plebiscitar nga popullsia e Kosovës. Pra, në menaxhimin dhe zgjidhjen e krizës, Kurti vete në mënyrë të dallueshme mbi partnerët e tjerë dhe vendos edhe rregullat e lojës. Pse e them këtë? Pse është në avantazh? Përveç se për krajës popullore, Kurti e di që këto parti kryesore që janë në Kosovë janë parti ose klanore, ose parti që mbështesin direktivën e liderave dhe nuk mund të shkëputen të bëjnë një politikë. Dhe së fundi, me të vetmen parti e cila mund të mundësojë një bashkëbisedim të tillë është LDK-ja. Qartë. Po, ambasador. Më dëgjoni? Po, tani të dëgjoj shumë. Në këtë kuptim, bisedat janë në fillimin e tyre, nuk kanë mbaruar asnjë gjë. Duhet që ka kohë për të vazhduar, për arsye se vetëvendosja ka mundësinë që të arrijë të krijojë qeverinë dhe kryesinë e kuvendit të Kosovës me votat e saj dhe të minoritetit. Prandaj gjithë problemi i negociatave do të bëhet në lidhje me presidentin. Dhe duke përfunduar të argument Ilir, mendoj që çështjen dhe kushtin që ka vendosur Kurti, që ne kërkojmë që të bashkëpunojmë me opozitën për të gjetur një figurë konsensuale dhe jo politike, dihet që i ka vënë në pozitë të vështira të gjithë partitë e opozitës në Kosovë, të cilët më tepër mendojnë për shaun politik dhe fitoren e leadershipit të tyre tashmë tradicional. Në shumë parti politike ka leadership që janë udhëheqës historik dhe vetë partia nuk arrin dot të tejkalojë veprime të tilla për të bashkëpunuar me partitë e tjera pa këtë situatë. Kryeministri Kurti duket që është prioritar dhe unë mendoj që gjitha shanset janë për të gjetur një marrëveshje, për arsye sepse LDK-ja e kupton që ky është një moment historik, një moment që Kosova duhet të jetë pjesë e lojës europiane. Dihet që kemi një moment kur janë riaktivizuar ato skenarët e vjetër të Rama Vučićit dhe projektet në çdo rast të vetë ofruara nga liderat europian për të patur një pavarësi të politikës ballkanike, dhe kjo pavarësi kupton rolin e hegemon, sidomos në
në fushën ekonomike dhe më vonë politike të Serbisë dhe aleatëve të saj. Qartë, ambasador Nezho, e tha edhe Kurti në deklaratën pas takimit, një marrëveshje e cila bazohet në rezultatet e zgjedhjeve të fundit, duke lënë kuptohet se rregullat i vendos vetvendosje edhe ai si kryetari i saj. Po duhet kemi parasysh patjetër hapi mirë që ulen edhe flasin poshtë e disata herë. Është tentuar, kemi shkuar në zgjedhje, madje edhe sot që flasim mbetet një opsion të shkojmë sërish në zgjedhje. Në këtë pikë, pavarësisht se ke votat, siç e thatë edhe ju, mbështetjen popullore, është kokëforcie e tepruar të shkohet sërish në zgjedhje, të harxhohen gjithë ato para edhe në një farë mënyrë qytetarët, pse jo, edhe të mërziten. Pa diskutim është një gabim i madh të shkohet në zgjedhje, por sigurisht që loja politike e bën të mundur që të bëhet e tillë. Prandaj thash faktorët kryesor. Ka një synim Kurti kur thot, po mirë, le të shkojmë sërish. Është loja e forcës që e bën lideri i cili ka pothuaj gjithë kartat në dorë. Në këtë kuptim dihet që partitë politike në gjitha zgjedhjet e përsëritura nuk patën ndonjë rritje të rëndësishme që populli dhe vota popullore të ndëshkonte Kurtin për një arogancë, një kokëfortësi, që në shumë raste është edhe e dukshme, sidomos në varimin e zgjedhjeve të para, drejtimin që u kërkoi partive të ndryshme opozitare, si i adresoi ato. Domethënë, por mendoj që tashmë Kurti po luan shumë mirë, po jep alternativën, kërkon një figurë konsensuale, një figurë për president të Republikës të tejkaloj figurat e vjetra të partive politike, ajo që ka rëndësi për LDK-n, e cila është e pranishme edhe në këtë kompromis të mundshëm me vetvendosjen, është figura e Vjosa Osmanit. Dhe këtu lind pyetja kryesore, që a do ta pranoj vetvendosja dhe Kurti figurën e Vjosës, se po shikosh gjithë krizë konstitucionale, kalimin në disa zgjedhje radhë, ishte vetëm për figurën e Vjosës. Dyshimet që kishte zoti Kurti për një rol të ndryshëm të aktivizuar dhe nga faktorë të jashtëm që mund të influenconte në një ndarje të udhëheqësisë në Kosovë nga veprimet politike të partisë kryesore, që është vetvendosja dhe protagonizmi të një presidente të fuqishme, e cila kishte treguar sukses në politikën e jashtme. Pra, janë dy faktorë për mendimin tim, Ilir. E para njerë që pozita e zonjës Osmani tashmë nuk është pozita e më përparshme, kur duhet të rikandidatonte me njerë. Unë kam qenë një nga ata që e kam thënë që ky kompromis duhet të ishte i mundur për vetë protagonizmin dhe sukseset e zonjës Osmani. Dihet që politika në Kosovë tashmë ka shkuar tepër me gjatë zgjedhjeve të kaluara, me akuza kundër akuza, me zhgënjim të një pjesë të opinionit publik që e kishte parë zonjën Osmani si një binom bashkë me zotin Kurti të zgjedhjeve dhe të ardhmes së Kosovës. Pra, mendoj që edhe zonja Osmani duhet ta ridimensionoj dhe të mendoj për një rol të ri të saj. Ajo ka patur sukses në politik, mund të jetë pjesë e rëndësishme e kabinetit të zotit Kurti, dhe kjo nuk do me thënë që ajo nuk ka arritur ato objektive, në politik ka të rreqe për të mos humbur të gjitha. Prandaj, në këto momente, mënyrën se si e ka shtruar kryeministri Kurti zgjedhjen e presidentit, që një figurë konsensuale, por jo një figurë politike, skualifikon dhe i vën në pozitë të vështirë partitë tradicionale kryesore që janë në Kosovë. Për arsye se Partia Demokratike kërkon dhe është e lidhur se çfarë do të bëhet me udhëheqjen e saj që është në Hag, janë të mbetur dhe nuk kanë zhvilluar gjatë gjithë kësaj periudhe kur lideri historik i tyre është në Hag të tregojnë individualitet, për shembull bënin zgjidhje konkurruese që në fillim të tyre kishin figura tepër të dalluara si kryetari tanishëm i partisë, Bedrin Hamza,
kishin figurën e Enver Hoxhës, kishin figura tjera alternative, por mbetën peng të veprimeve të liderave tyre historik. E njëjta gjë për aleancën për Kosovën, që është e lidhur me fatin historik të liderit të saj dhe pavarësisht se mund të rritet në një palë zgjedhje ose mund të humbi në zgjedhje tjetër, mbetet një parti e influencuar nga roli që ka luajtur gjatë lëvizjes çlirimtare të UÇK-s në Kosovë, leadershipi i zotit Haradinaj. Pra, formula që ka gjetur Kurti është e pakritikueshme në aspektin ndërkombëtar, por kjo nuk do me thënë që Kurti mund të bëjë çfarë doj me një Kosovë e cila tashmë është jo vetëm në lupën kryesore të Bashkimit Evropian, që tregon pa aftësi për kompromis dhe negociata, që janë elementët kryesor të demokracisë në të çdo vend të Bashkimit Evropian për të kaluar krizën, por edhe të një riaktivizimi që duhet ta shikojmë me kujdes të ambicieve të Serbisë nacionaliste, e cila në pamundësi për të ruajtur disa karige në një politik të jashtme aktive të saj, por tenton që të marrë një rol të veçantë, duke përdorur edhe aleatët e saj, sidomos regjimin e Ramës në Tiranë, për të treguar që është një element bazë që nuk mund të anashkalohet as nga Bashkimi Evropian, se pa Serbinë, ashtu si ka thënë Macroni, nuk ka integrim të rajonit në Bashkimin Evropian, ashtu edhe të formulës të meritokracisë, e cila nuk mund të anashkaloj dy fuqit kryesore. Prandaj kjo është politika e sotme e Serbisë, ky është presioni që po i bën Bashkimit Evropian, letra e përbashkët Rama-Vučićit në momentet kur lëvizjet popullore janë ngritur në dy vende, si në Serbi ashtu edhe në Shqipëri, është një aleancë për të shpëtuar karrigen e tyre dhe interesat e pushtetit autokratik. Pra, ky është një rrezik shtesë që klasa politike në Kosovë nuk duhet ta mendoj zgjidhjen politike të saj thjesht një konjunktur për fitimi dhe ambicjes të rritjeve të partive të tyre, por duhet ta shikojnë në kuadrin e një veprimtarie gjeopolitike tepër të fuqishme që po zhvillohet sot në kontinentin evropian, duke përfshirë edhe rajonin tonë ballkanik. Qartë, do të lutesh ambasador për një analizë shkurtër edhe për LDK-n, duke qenë se le themi është aktori kryesor për të zgjidhur ngërçin, pozitat e Abdigjikut. Pse shkuam në kuvent të jashtëzakonshëm? Rezultatet e zgjedhjeve të fundit, bashkëpunimi me Vjosa Osmanin apo diçka tjetër? Kjo është një pyetje që dihet mirë që partia e ka vendosur me votbesimin që i dha përsëri. Elementi kryesor për mendimin tim është bashkëpunimi me Vjosa Osmanin, ku një pjesë e partisë e shikon edhe si një rival të mundshëm të rikthimit dhe të marrjes partisë, në qoftë se Abdigjiku do t'i ikte si një njeri që nuk arriti dot ta çojë partinë në fitoret e tyre të mëtejshme. Pra, lëvizjet e fundit që po bën Abdigjiku me Osmanin janë lëvizje që po e nxjerrin nga impasi politik LDK-n, po e tregojnë që është një parti që ka maturi dhe kërkon rol të arshëm, jo gjithmonë mund të jesh prima violina, domethënë të jesh ata që do të përcaktojnë rregullat e lojës, por kompromiset e radhës mund të sjellin në momente të caktuara, pa lëshuar interesat kombëtare, mund të sjellin në zgjidhje që do të jenë gjithmonë më pozitive për partinë tënde. Vetë zoti Abdigjiku e tha dje që ne kërkojmë një kontratë politike me Kurtin për të qenë prezent jo vetëm në institucionet e Kosovës për të sjell balancë institucionale, po për të sjell edhe balancë demokratike. Do të thënë në një farë mënyre ne të jemi prezent, ne të bëjmë të mundur funksionimin e shtetit ligjor në Kosovë, por nga ana tjetër të shikojnë që institucionet e Kosovës të vazhdojnë të funksionojnë jo në rritjen e tendencave autokratike që mund t'i mundësojnë me zgjedhje
dhe fitore të një pasnjëshje lëvizjes vetëvendosje, por me një kontroll nga një partia opozitare e cila ka një përkraje historike, është partia e Rugovës dhe si e tillë është një alternativë që bazohet jo vetëm në figura të shquara intelektuale, po edhe në një përkraje të madhe popullore. Ambasador, një tjetër zhvillim shumë i rëndësishëm i këtyre ditëve ka qenë dyndja e emigrantëve në Spanjë nga Maroku. Kryesisht, pse erdhëm në këtë pikë në gjykimin tënd? Politika liberale të Spanjës, vendimi i gjykatës kushtetuese për t'i menaxhuar prurje të tilla apo diçka tjetër? Të dyja bashkë, ju e bët në fakt analizën tuaj, këto janë faktor, sot shtypi botëror thuhet që kritikon politikat e ashpra që sollën një dënim të Spanjës për një politikë liberale, si duhet ditur që Sanchez është një përfaqësues i të majtës europiane me politika liberale ndaj emigracionit. E djatha europiane asnjëherë nuk e ka pranuar që ajo krizë ekzistenciale që ka filluar me çështjen e emigracionit në Europë që nga 2008 të dirigjohet edhe të menaxhohet me një dorë të fortë, jo me politika liberale, jo me politika kompromisi, duke parë tendencat e ardhjes pa limit të emigrantëve si një shpërbërje të vlerave dhe funksionimit të Bashkimit Evropian. Pra, kriza në Spanjë tregoi këtë dobësi, një dobësi e cila është një zinxhir pasojash. Kam parasysh që Italia menjëherë me Melonin bëri bllokimin e Schengenit për arsye sepse Spanja, një nga vendet e rëndësishme të Bashkimit Evropian, përbënte një rrezik për fluksin e emigrantëve që mund të vinin nga Mesdheu edhe në Itali, të krijonte një gjendje të papëlqyeshme për Italinë edhe për jetën politike në Itali, diskurset politike që mund të ketë dhe kështu me radhë. Pra, të tëra janë në diskutim, por kjo ka marrë për masa edhe në diskutimin dhe në analizat në mediat botërore, për arsye sepse kishte një shumicë të madhe mbi 60.000 veta të cilat tentuan që të thyenin në rregullat e emigracionit. Ishte diçka, një fluks i cili nuk ishte parë në këto momente në Europën e Bashkuar. Ishin si krizat kryesore që vinin pas luftës në Siri ose në Afganistan, ku dyndja nga vendet e Azisë Qendrore ose të lindjes mesme ishin të papërballueshme për Europën. Pra, në këtë kuptim, kriza në Spanjë merr këto dimensione dhe do të vazhdoj të mirret në retorikën midis të majtës dhe të djathtas, problemet e diskutimit të emigracionit në Bashkimin Evropian dhe shtyrjen e agjendave ose politikave emigratore që Bashkimi Evropian tashmë po i bazon në ligje edhe në një veprimtari që do të shikohet shumë shpejt në të ardhmen. Ambasador, në fund, konflikti midis Ukrainës edhe Rusisë, Irani dhe SBA-t. Në çpik jemi të këtyre dy konflikteve që po shqetëson mbar globin? Në fakt, unë mendoj që nuk jemi larg një përfundimi. Duhet dinë që momentumi tashmë në luftën Rusi-Ukrainë ka kaluar për arsye të përdorimit të teknologjisë moderne dhe dronëve në favor të Ukrainës, për arsye se situata në Rusi, pavarësisht se është i avantazhuari në këtë luftë duke qenë një superfuqi bërthamore dhe një nga vendet kryesore në botë, por ka krijuar një krizë për arsye sepse humbjet në front nga përdorimi i dronëve nuk bëjnë të mundur zëvendësimin me trupat e rinj. Kjo është kriza e parë. E dyta, sulmet me dronë edhe në territorin rus ka krijuar një pakënaqësi te popullsia, duke ndërprer ato veprimtarinë mjetike të ndërmarrjeve, të
atyre funksionimit të një shteti të qetë, ndryshe nga çfarë ju ka premtuar Putini, dhe së treti, një vazhdimsi e luftës pa një mbyllje, sigurisht e krijon krizën e mosbesimit dhe mundësinë e zëvendësimit të pushtetit në Rusi, gjë që kërcënon direkt Putinin. Pra, të dy palët në këtë rast kërkojnë që të arrijnë një marrëveshje. Rusia kërkon që kjo marrëveshje të jetë në interesin e saj, ashtu si edhe Ukraina, se mendojnë që kanë arritur një moment fitore, integrimin e tyre në Bashkimin Evropian, me nevoja për të ngrirë konfliktin aty ku janë, për të mos i dhënë aksese të reja Rusisë, por nga ana tjetër të kontrollojnë ato rajone ku forcat ukrainase janë në majorancë dhe i kontrollojnë, ose janë ato rajone të cilat janë rajone jetike për funksionimin e jetës ekonomike në Ukrainë, siç është Zaporizhja ose Kersoni ose pjesa e jugut, që bën të mundur edhe lidhjet ndërkombëtare të tregtisë me botën e huaj dhe kështu me radhë. Pra, mendoj që kërkon një negocim, ndryshe nga kohët e fundit kur Putini i kërkoi Europës që të negocionte duke i bërë një presion dhe shantazh Shtetet Bashkuara të Amerikës, të vetmit që mund të arrijnë një zgjidhje dhe mund të japin garanci do të jenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dihet që Zelenski ka rritur profilin edhe bashkëpunimin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke ditur që presidenti Trump i ka dhënë dhe mundësi për prodhimin e raketave Patriot nga industria të marrin patentën dhe t'i prodhojnë vetë në Ukrainë, gjë që bën mbrojtjen sidomos të Kievit, qyteteve kryesore, por luftën ajrore ruse të pa jo efikase në të ardhmen, dhe që gjithmonë e tepër dara për të ulur në bisedime të një paqe të qëndrueshme është shumë reale. Nga ana tjetër, dihet që lufta midis Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është një luftë që amerikanët e kanë fituar me kohë, por këtë ka dy element kryesor. Duan ta përdorin si një fitore të madhe të republikanëve dhe të presidentës Trump afër zgjedhjeve të midtermit, për arsye se ky president ka bërë atë që asnjë president paraardhës i tij nuk ka zgjidhur çështjen e Iranit. Së dyti, respekton zgjedhjet që do të ndodhin në Izrael, janë politika të cilat deri tani kanë treguar një bashkëpunim midis presidentit Trump edhe kryeministrit Netanyahu. Ai e ka vlerësuar si një kryeministri më i mirë që mbroni interesat e Izraelit gjatë kohës së luftës. Pra në një farë kuptimi, Netanyahu do të vazhdojë derisa lufta të jetë prezente. Prandaj dhe politikat e kësaj administrate në Izrael janë pro luftës, asnjëherë nuk bien dakord as me amerikanët, kanë një filozofi ndryshe për gjetjen e një stabiliteti dhe një paqe në lindjen e mesme, siç e kanë amerikanët, duke bashkëpunuar si me Turqinë, me Arabinë Saudite, me Izraelin, por në të njëjtën kohë kërkojnë që dhe Irani të jetë i zhveshur nga proksat e tij, të jetë i dërmuar në filozofinë dhe në ideologjinë që ka ky regjim teokratik, por të jetë një shtet i cili të bashkëpunojë me Perëndimin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos në fushën e energjisë, të naftës, për të bërë një faktor në luftën globale midis veprimtarisë së fuqive të mëdha botërore, siç është Kina me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dy rivalët kryesor në luftën globale. E fundit, ambasador Nezho, janë konflikte që përfundojnë shpejt apo do të zgjasin kohë? Edhe vetë në Iran, i dashur i lirë, duhet të shikojmë diçka, që është ndarë pushteti në dy pjesë. Pjesa moderuar dhe pjesa radikale e gardës revolucionare të Iranit, që mbështetet gjithmonë në atë
në luftën kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, vdekja e Izraelit, do të thënë rryma më ekstremiste, e cila ka një strukturë të organizuar që po qëndron. Në qoftë se kjo luftë mbaron, atëherë ata do ballafaqohen me ato pengesa që i kanë krijuar popullit iranian, me ato vrasje që kanë bërë edhe në janar këtij viti, kur populli ka kërkuar ndihmë ekonomike, ndryshim të politikave qeverise për të dhënë hapësirë një shteti të fuqishëm me njerëz të mençur siç është Irani, por kanë vrarë 35.000 veta. Pra, është në favorin e radikalëve në Iran, të gardës islamike dhe të ajatollaut të ri që të vazhdojnë këtë luftë dhe mos pranojnë asnjëherë, si dhe në deklaratat e fundit që të kujtojnë Ali komikun që thoshte trupat amerikane ishin brenda në Bagdad, thoshte nuk ka asnjë gjë, çdo gjë është normale. Domethënë, ata e shikojnë që fundi ka ardhur, por nuk e pranojnë sepse bie doktrina e tyre dhe ata shumë shpejt do të zëvendësohen. Do zëvendësohen nga pjesa më e moderuar që janë në parlament, që janë intelektualët që shikojnë një të ardhme ndryshe për Iranin, apo do të ndryshohen nga lëvizjet popullore masive të njerëzve të dëshpëruar në kushtet e keqësimit ekonomik, të mos funksionimit të infrastrukturës dhe me radhë. Pra, ajo që thot presidenti Trump që ne jemi në kontakte, ajo duhet besuar që janë në kontakte, sidomos për zgjidhjen e lëvizjes së lirë në kanalin e Hormuzit, por nga ana tjetër dihet që problemi kryesor është marrja e gjithë uraniumit pasuruar, i cili në shumë raste është bllokuar nga goditjet e aviacionit amerikan në para disa muajsh, ose është në përdorime të fsheta të Iranit. Por kjo është diçka e panegociueshme, sepse këtë nuk e pranon gjithë bota e lirë sot, jo vetëm bota perëndimore, nuk e pranon aleatët e Amerikës si vendet e gjirit, të gjitha mbretëritë atje, për arsye sepse Irani do mbetet një kërcënim në të ardhmen edhe për këto vende, nuk do ketë asnjë stabilitet, dhe ata mendojnë që pa një politikë të kufizimit, pas një kompromis të mos lejimit të Iranit të mbaj armë bërthamore, nuk do të ketë një stabilitet dhe paqe në lindjen e mesme. Pra, të dyja këto gjëra do të bëhen, por këto janë në funksion të atyre elementve që ne së bashku i diskutuam. Qartë. Faleminderit shumë, ambasador. Kënaqësi gjithmonë. Kënaqësia ime. Përshëndes. Mirë, shkëputemi për pak minuta publicitet.